do të hyn banorët e xhenetit në xhenet, e do shfaqet Allahu xhallahu ala me madhërinë e tij. Lutë Allahu subhanahu wa taala që të na mëson që ta shohim fytyrën e bukur të tij, e që fama u'tiya li ahli al-jannati 'ata'an khayran wa awsa' min an-nadhari ila wajhi Allah al-karim, se nuk ju është dhënë banorëve të xhenetit diçka më e madhe dhe më e bukur se sa shikimi në fytyrën e Allahu subhanahu wa taala. Në atë moment kur Allahu xhallahu ala do thotë selamun aleikum ya ahli al-jannah, në momentet e para pas asaj që robëri do thonë Allahu me selam ke selam te barekti dhe xhelali karam, Allahu xhallahu ala do të fillon që robërve të banorëve të xhenetit do të ju lexon një pjesë të Kuranit. Ki Kur'an o ju vëllezër, ne kur e lexojmë na mahni zëri filanit. Imagjinoni kur sahabët e dëgjoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si thot Bara ibn Azib, fama sami'na sawtan ahsana wala ajmala min sawtihi sallallahu alaihi wasallam, nuk kemi dëgjuar zëm më të mirë dhe zëm më të bukur se zani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po çka mund të flasim për zanin e Rahmanit te bareke ve taala? E ka në transmetimi që Allahu xhallahu ala kur do shfaqet para robërve të tij në xhenetet e tij do ta lexon surën Yasin wal Qur'anil Hakim. Pasha libin e urtë.